Ju keni pa kera, ama qisi kera s'keni pa garant. Para se me qu videon të korespondenti im Ardi, që është momentalisht në teren, ose otu njës për në teren, bane njëherë këtë video like, nëse nuk e ki pa subscribe, bane edhe subscribe, edhe tani vazhdojmë me videon. Edhe Ardi është të prit, mu njës për Shpilberg, atje ku mbahet sa her Formula 1 në Austri. E sot është një event I njofshëm që e feston 10 vjetorin Low Society thirrët, ku marrin pjesë përmi 3000 kera. Kështu në videon keni mu kanë të knaqët. Që jeni të e pa për herë të parë sot jem të I grajt të ti Otemerit me autobar edhe jam I knaqë, deri ta që jem tepër I knaqë, tepër I mirë. S'ka më menoni, mendim mirë për këtë kerin. Ala I bukur është. Hajde të qyrim se qëfar ditë ka me qenë sot, po veç që ka me pas kerat mirë, shumë kerat bukur ka me pas atje, Classic Cars e Mustanga që si sende, po edhe gara me Classic Cars apo gara si di hiq. Është një program tiri në ora 5 mbrëmje sot, kështu që na besoj që sot ton ditën atje kena me shëtit, kena me kry, kena me qyrë, po edhe të qyrim se reagimin e këtij tjerit atje, se sa veta ka me qenë fotografia dhe sa her ka me dalë në gazetë. Ja në fundit me 8 rresh ku më dalë në gazetë, më kanë qenë një prej më të bukurit që ka qenë në Austri, 8 rreshe. Inshallah, mos pendrojmë me najt par Mustangja, me najt par Porsche-ja, zote e dita kështu. Edhe më në fund brinëm në Red Bull Arena, pra jemi në parkingin VIP, këtu jeni të e pa. Veç ku shka leje këtu me hi, pra edhe unë jem këtu të këta. Këshuni bura qfar kjera këtu ka sot. Mu dhe I kretë, veç këshuni. Ky është kjerë KTM AMG GT. AMG tjetër, pra Lamborghinin e pat, kështu një baba Lamborghinin. Nini motorët, bëcë, garat. Tash po lypim ku vendi, është pak nalt, edhe jeni të një zonin tjera dhe po t'i qesim vesh për jashtë. Deswegen musste er von ganz hinten starten.
Heute konnte gestern gar nicht am Rennen teilnehmen und ja, jetzt ist er motiviert. Ja, jetzt ist er motiviert, jetzt zwickt er auf sein Auto so richtig an den, sagen wir, an den besonderen Stellen, wo es so nicht richtig wehtut. Der Forrest Gord hat uns gestern schon erklärt, warum Rechtsgelenk. Vorne an der Spitze Hans de Graaf. Ai një të postë vagona me kera klasik po do. Perfekt sot dita. Shumë full është. Dhe po është krejt full sot kjo arena këtu. Pra pas ka gara me kera klasike, ne të ba me me Opel Kadett, me Opel Monte, me bëjmë vit vjetër. Më duke sot e një bubo. Që sa më rinëm, pa e një të e pa mra pa. Fa bukurie. So, dann, David Steffni kommt wieder Okay, gut. Mich zu holen für die nächste Siegerung des Histocup Austria. Në të pa që Porsche i gjirë për të kohë që të e majtë. Për mënë vëllë mendin e parë, nuk kërë pa që i gjirë për të skeri, jam të shpas nga imë randa ku ka halë të fitu. Po jo, i s'kom Porsche. Nëse motorin gati njëtë e kena, po jo në gjyrë në kena njëtë. Von Hand gemacht, keine elektrischen Wagenheber, weil es hier natürlich auch nicht darum geht, das alles in Sekundenschnelle zu erledigen, sondern hier hat man noch Zeit. Und man merkt, dass die Mechanics die ganze Arbeit an den Autos wirklich mit ganz viel Liebe machen. Es ist schön, wenn man hier so durchspaziert und das beobachten kann. Që shdypën këtu poshtë jemi të shku te kjerat ku janë te këta fend zonë. E këtu shëtisin edhe Formula 1 të dalin këta, knena. Për shembull, që ky tuneli këtu, i njohshme. Sa i bukur. Kështu që po kemi kështu tash këto kjerat, ose merret këto kjerat që ku dalin gara. Kish na drejt me këshyr. E pse jo? Also tatsächlich fast als Newcomer, 21 das erste Mal in der Pandemie angetreten, dort einen, ja, schade, sage ich jetzt mal, einen Unfall dort verursacht nicht, aber dort ist ein Unfall passiert. Wir sind dann ein Jahr später nochmal angetreten mit 5 Fahrzeugen in einer Serie, 80 bis 82, mit 3 Fahrzeugen angetreten und haben es tatsächlich als absolute Newcomer geschafft, dort Platz 1 bis 3 zu belegen, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Und ja, die Bilder kann ich gerne zeigen, also 20 heulende Männer in der Box, ist schon eher selten, aber das war schon ein Highlight in unserer Motorsportkarriere. Und eben, ich habe auch bei den Fahrern unter anderem mit dem Marco Werner, einen mehrfachen Le Mans-Sieger und echten Champion dabei, Nick Padmore. Ich glaube, der ist auch in allem schnell, was historisch ist. Also sowohl bei den Fahrzeugen als auch bei den Fahrern seid ihr da top aufgestellt. Also wie gesagt, ich hoffe, wir haben euch jetzt ordentlich Gusto gemacht, sozusagen Lust drauf gemacht, eben auch durch die Ausstellung dann zu schmökern, auf die Homepage zu schauen, in Kontakt zu treten, vielleicht da im Raum Jena mal ein Wochenende zu verbringen und das mit dem zu verbinden. Vielen, vielen Dank wieder mal für deinen Besuch, für deine Expertise. Kai Nickerson und die Elena hier, das war das erste Tageshighlight hier in der Fanzone bei der Red Bull Ring Classics am Sonntag hier am Red Bull Ring. Genießt es, habt Spaß. Wirklich vorne hingestellt, weil er sagt, das ist der eigentliche Sieger. Und wir sind da ein bisschen schlecht behandelt worden, was das angeht. Aber ich glaube, wir haben mit Bravour bewiesen, dass wir Sportsleute sind und haben dann ein Jahr später, wie gesagt, mit meinem Lions, den ich Morat hala YouTube gara dhe shkena këtu te kjo fanzone që është. E këta është vinë këto kjerat që ka ndalë gara, vinë dalim jashtë edhe mujna një kështu. Po e pom qatë Mustangen, ku bre. Fotos mit dem Originalfahrzeug außer effektiv nur noch 60 Sekunden.
Und dann kommen gleich im Anschluss die nächsten Talks und auch die Autogrammstunden. Njes, a e pat. Seine Kete Exzellenz, Shelby, Karl Lendinger wird kommen. ky Kete Shelby është original i atij filmit veç edhe 16 sekonda. Ju e dini që është filmi më i njohur në botë në Amerikë. Kështu që ky ishte original keri i filmit, demek original mushkongi i filmit ke. A e pa çfarë sondi një çfarë. Demek zemra mu të nojë, zemra mu të nojë. Pra po ta fat me po edhe këto, si një të shik këtë kerin. Hajde pra, mos harroni me bo like, ha? Se ju që vekshyrni, hala ti hala like si ki bo, në like. Mos harron, pa. Po përshtatët me urën teme, ha? Po nuk vishën e kësi ma isën. Se s'kom kësi kjeri. E të shqyre, edhe pas ka dhe këtë, si urë eme. Golf. Biro pas. Tu pas ka, qka s'pas ka këtë. Që, ngjyra eme e preferuna. Kjo është ngjyra eme. Va. Amo mirë, super, paska sende. Oj, i jashi bir de bu telefonu. Që jena këtu, ku këta kerat janë, ku ndreqen këta kerat, ku regulon. Dhe me këna që jena të thirun këtu special, kemi drejt me një dhe brenda. Edhe një këshyrë edhe kerat edhe këtë edhe, dhe me gati jena në stas, që këshëni. Me gjeni të e pa, jena këtu të staza, privileg me hi këtu, privileg i madh, se që ku janë edhe këta që po flen këta, ta është ta pimushim benzin. Shke ta marrë temin ta mushi edhe unë jem gara këtu. Hajde të është po shkojnë ajtenak ku Hamiltoni pin kafe, edhe këta qertë. Po shkojnë edhe na, e kena privileg me shku këtë në. Mos përzojnë a elbite Hamiltonit të bi që e Rusit. Vesh po t'i qesin. Vesht me kanë qitë, tash po shkëna mi këshyrë për shërët. Hajde, këshënis tash,
Po atë një çfarë Porsche-ja. Va. Oha! Shini të po, këtu në jemi në kupi ndrejtës, se di vlo. Kërsh, vesh të zia e në të mijat. Pra tash, po dalin gara këta, dhe na kem parës nalt, tash jena këtu poshtë, e kena privileg me net këtu poshtë, kështu që kush nuk ka ba të. Po qështu, këta qanë Red Bullin një thirje, ki drejt më rras kamas. Pra, nalt kupin qaja, poshtë ku i nëreqin kerat, me ku i frin gumat. Kështu që, O, shka pashtë atje. Ej! Kështu një s'ka pashtë. Oha! Ford Sierra. Gjama t'i pas kësi, ullë të mirë jem, veç pak mi qire. Kështu një pura. Qërë të. Kështu janë gumat një. Wie viel bist? Nur? Also mein Fiat hat mehr. 650 paska dikon 650, ma kjo s'ka kur gjë heq, këti letër, zdi sa kjellë. Kjo njës parës ke gara të dalë, kjo kjanë Amerikan, ju ka fyt gjomi, dhe me gjomi i preparat ma prej fuqis ju ka fyt. Ani të po që ju ka fyt gjomi, ju ka fyt prej fuqis, të nek. Kjo kërveta, të kënë kërë Amerikan. Pra, me qash për fuqis mova, se na i grop këhi, i ka kryt gjomi, ka kishë mërë me se qfar fuqie kanë të kera. Këtu të shinëm të këtë kerat që ka dalë gara, unë i hina këtu të kom drejt me hip se jo, edhe përshirim të kerat që ka dalë gara, të me kënjo ka njo teker. Pra, këshirni edhe ju, edhe knashin e sytë. S'po di, anë motor komplet, a i qetit për gjysë. Zilla, ke zortim të apo. Rrypin dhëmzorim të apo, në. Ja pas kejka dhe kapokat e dhëmzorit, sa më letë qash ma mirë. Ama ko kam i bukur loqë. Qëre o shpukin ko kam për fundi. Motori te për i bukur. Ku janë fensat e BMW 3, që?
Nessuno tranova, se di. Qëni fort Escortin. Njerëz unë u tranova këtë, s'di shka ku mardh heq, hiç po di pse ku mardh, po erdhe që më kanë thirrë, s'nas, qëni BMW 3, qëni. Ku me vdek, me deke, edhe thujma mu nala, qëni. E pas kanë lidhë mos me ikë. Fort Escort, që janë një pllokët. Kjo një bandashët BBS. Barem t'i prejki njëherë. Ku ka nëzeta, ha? Qërë rezervari, sigurum krenë. Kjo është një Ford Escort. Qërë sa i John, nuk po do këtë për këtu e. Qërë këtë tjetëri. Ford Escort. Që kjo shka kokase. Kjo koka Alfa Romeo, s'pas në pa kur. Kur se pas në pa qëtë kjo? Ti në më që ti në gumat një ndrua. Pra jena live këtu që shpjevojnë kjera servis për me darë prapë gara. Live. No fake. Kështu një filteri në ajer në te. Se cili Ford BBS ka. Ta është këtë tjetëri. Rup, që njësë që shohë të të miri. A, thu me vetë, a gudzem janë ndronë e gumën, shka për thënë, a? A ta vesim.
njerë s'ka me thonë. Shka me thonë për këtë kërë. Shka me thonë, hajde. Kyre filteri në ajrit. Ardhën të mini kuperat ardhën. Këta që fluturojshin nga ona. Po ves, qysh mund që ta mini kuperat, me që ka motor të vogël, qa që fuqi me pas. Sajnë, nuk po minë trun. Nuk po minë trun, se motori që se i vogël. Një plan motor, Një plan motor. Një plan motor. Qysh mund që shtu me flutru, s'ti vla, s'di. Që do këtë tjetër, që 3 copa koma. Që në motorin. S'po minë këj, qysh mund që ta motorat vegjën në flutru. Hiseri. Shkëshën. Motori, një plan nga të shë. Një plan me gjysë motor, tonët fuqi, Në koshnica se sa të vogël e diska. Qysh mund me kësi diska të vegjël, me që si motor të vogël, ton atë gjurë me bo, edhe ton atë fuqi për vla. Kjo e fenomen të. Njerëz u knaqa, shumë kjera këtu me po, nuk e di me një vlog, a kena më mujtë këtë këto sende mi të regu, se ora është 12:08 në ora 5 ka gara, dhe me këtire në 5 ka që si sende interesante, besoj që me një vlog s'kena më mujtë mi të regu, po me 2 vloga. Kështu që ju keni më knasë, keni më knasë që këtu shka kum pa une. Pra, këto pedoj me juve, kush ofensi i kereve klasik, është këtu një ndër. Ndër. Hajde. Mirë se u këthim në studio. Faleminderit Armend për këtë video të bukur. Këthemi prap këtu edhe e vazhdojna, se tha e mirë që u bo vlog i gatë, edhe pjesën tjetër aty kur shkon të formulat e lana për videon tjetër. Faleminderit për shikimin, lënë një like këtu, bëni subscribe nëse nuk e ki po, edhe shihemi.